Baba thotë kanë nda pasurinë djemve njërit ma shumë, dyve ma pak, vajzave asgjë, një këshill ju lutem. Prindi është mirë deri kur sa është gjallë me majt pasurinë mos me nda, me majt vetë. Pastaj me lënë testament në ndamin e saj në mënyrë që ka caktuar Allahu. 2 hise djalit, 1 hise vajzës. Domethënë që mos më keq kuptu, vajza njënën hise e ka të bashorti, njënën e ka të baba. Sa është gjallë baba, çka ka toka ose shtëpia për me kqyr ai veten e vet, ajo është pasunia e tij. Mundet ai me shit një tokë, një ar, një livat, një plas, një lokal 50.100 euro dhe me u shy për veti, me shku te doktori, me animu atë idealit me të cilin ai po jeton. Jo djemt mu da, tra tjerë, njënit vlla mi alon babën e nonën, ai me shkatru veten e vet, me rroga me kret, pasunia ti ka 1 milion euro pasuni, me platse, me sene, mos me guxu mi prek. E kur des baba mi ndan njërë të barabartë, ky i shkreti 20 vjetë që ka rujt babën e smut dhe nanën e smut, ky mu shkatru. Çka bën baba? Baba në islam nuk duhet heq me au dat tokën fëmijëve me jodhon sa është gjallë. E man për veti, tokën është e ti, namën ti. Edhe ka nevoj për një operacion, ka nevoj për diçka qohet e shet një tokë dë vetën a i ka shit. Edhe nuk e ngarkon këtë djalin me cilin është të jetu. Kryen obligimet e veta, edhe këti i letot. Bëll kjo e ka që pe këshyr, por rinë të natën, pe që në për spitale, nanën, babën, e pastaj, baba ka shit tokë sa ka pas nevoj për vete dhe për grune vetë, domethënë për nanën, e juj, pastaj masit des prindi, atëherë në pjesë barabarta ndonë, kretë, që e pasoni qka ka metë. Po nuk guxojmë vllazit me thonë, baba po shet tokë, sa o gjallë, se e babës o toka, e babës o pasunia. Këtu ndodhë dhe keq kuptimi. Po dhe të kundërtën, nëse baba e lën një tokë ma shumë djalit sa o gjallë, edhe ai djalë, du të me marrë qatë tokë me këshyrë babën jo, mës me shit ta ma unë se më vynë mu me bo dugonja ose banesa, masit des baba, edhe kënina, me i bo zullum babës mës mi ble ilaçe. Ta kalon baba një arë ma shumë për me shit, me këshyrë me i ble mjekim me i bo babës, dush me shit. Prap, po du me i përmend ty 2 anët ku ka keq kuptime. E në këtë rast, duhet edhe vajzës normal parimisht me thonë, nëse vajza hek dorë, thot jo, babun s'po du mi alon vllaznive, ose masir des baba, ju thot vllaznive, juve zot ju bekofte ju rujtu, në du mi au fal vllaznive, s'du me marr hise kur gja, atër i lejohet vllaznia me marr këtë hise të motrës së vet. Ama jo me a imponu që mi anal me dhunë ose me zër. Kujdes, në të 2 anët kujdes.